إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm tek ai mbështetemi, dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që e lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë posti. Salat e selamet tona më të përzemërta, sidomos në këtë ditë të bekuar, ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik, dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Kurani, fjala e Allahut azza wa jall, është e përmbushur me këshilla, me urdhra, me fjalë nxitëse që na drejton, këto fjalë na drejton ka mëshira e Allahut azza wa jall, ka falja e Allahut subhanahu wa taala, ka përfitimi i shpërblimeve nga Allahu subhanahu wa taala dhe fjalë nxitëse për në xhenetin e Allahut azza wa jall. E po ashtu, për ta ruajtur imanin ton, Allahu azza wa jall ka sjellur edhe ajete kërcënuese apo ku na tërheq vëmendjen neve, besimtarëve dhe në përgjithësi njerëzimit, duke i ruajtur njerëzit nga ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra janë rregulla, ndalesa preventiva që na ruajnë imanin ton. Na ruajnë neve nga ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala, na ruajnë nga devijimi, që mos të dënohet njeriu më pas në zjarrin e xhehenemit. Kështu që vëllezër të dashur, sot me juve do të flasim për këto preventiva që na ruajnë imanin ton. I ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Hadid, në ajetin 13. Janë 4 etapa të fitnes, të sprovës, që njeriu duhet të ruhet, edhe mos të zhytet dal nga dal prej një etape në etapën tjetër, prej një grade duke degraduar në grada tjera edhe më të rrezikshme. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet përmend dhe thot: "Walakinnakum fatantum anfusakum." Etapa e parë e devijimit, e sprovës, ku sprovohet imani i njeriut dhe rrezikohet imani i tij, është me fut vetveten e vet në sprova. Me fut veten e tij në vendet, në ambientet e fitnës, ku rrezikohet imani i tij, ku dobësohet imani i tij. Pra, pikë së pari, njeriu e fut veten në vende, në mjedise të dyshimta. Niset nga ajo që hajtë se unë jam i fuqishëm me iman, edhe nëse ri në atë mjedis, nëse ri në atë shoqëri, unë qëndroj fuqishëm me imanin tim. Gjëja e parë pra futet në atë mjedis. Në atë mjedis të mëkatit, në atë mjedis ku dikur e ka ndi vetën keq, edhe vetë futet në atë mjedis. Do shta me pretekst që e fut shejtani në mendin e tij pa një vezvese, që hajti rrim me atë shoqëri të devijuar me qëllim që ti udhëzosh ata.
futet në atë mjedis ku ata janë shumicë. Edhe kështu pra rrezikohet imani i tij. Rrezikohet imani i tij, gjë që në të kaluarën i ka quajtur ato gjëra haram, qoftë një shikim haram, qoftë një lidhje haram, qoftë një përfitim haram. Kanë ndetë me ata njerëz të cilët kanë përfituar haram, janë përzi në gjëra të dyshimta, edhe kanë ndetë me ata. Rinë në mjedise ku pijet alkoholi, rinë në mjedise ku pijen gjëra të ndaluara, narkotik të ndryshëm, me qëllim që unë jam u fuqishëm dhe nuk devijoj sikur se ata që kanë devijuar. E më pas vjen etapa e dytë e fitnes. Etapa e dytë e rrezikshmërisë së imanit është që wa tarabbastum biha, wa tarabbastum, dhe ju e keni zgjat qëndrimin me ta në atë mjedis. E ke zgjat qëndrimin me ata derisa je ambientu me atë haram. Do shta kur je fut në fillim, të kanë pengu ato gjëra. Të kanë pengu shikimet e tyre ndaj harameve. Të kanë pengu fjalët e tyre. Të kanë pengu veprimet e tyre, si i ke parë si të ndaluara. Por me kalimin e kohës që ti e ke zgjat qëndrimin me ta, je ambientu me haram. Mo gjëra që të kam pengu dje, sot më nuk po të pengojnë. Fjalët e tyre të këqija, fjalët e ndaluara, sharet e tyre, je ambientu. Ti nuk je shah, ke fillu dhe ti më u shah. Ke fillu me përdor fjalë të ndyta. Do shta të ka pengu me ata ku ke qëndru tymi i duhanit, e tashti më nuk po të pengon. Do shta të ka pengu tymi i barit, por tashti më ja ambientu, po do këtë normale. Pra harame që janë duke i vepru, janë normalizu. Pa normalizimi i ndalesave është etapa më e thellë e degradimit të imanit. Më pas vjen etapa e tretë. Etapa e tretë, o vëllezër të dashur, është etapa e dobësimit të imanit, se këto dy etapa ta kanë dobësuar imanin aq shumë, derisa wartabtum, thot Allahu, dhe fillojnë dyshimet. Dyshimet fillojnë se ky njeri ma e ka lënë namazin, është e larguar prej ibadetit, kanë filluar dyshimet e tij më pas, dyshimet në xhennet, dyshimet në xhenem, dyshimet në jetën pas vdekjes, dyshimet në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, dyshimet në harame. Hajtë se ndoshta nuk janë këto të ndaluara, hajtë se kështu na thanë hoxhallarët, hajtë se kështu janë duke tepruar ata, nuk është kështu tek Allahu. Fillon pra etapa e dyshimit, etapa e rrezikshmërisë së lartë. E pas kësaj etape vjen etapa ku përfundon më çdo gjë me iman. Wa gharratkumul amani. Edhe juve ju mashtrojnë tash shpresat, dëshirat tuaja të lidhura me epshet e dynjas. Mo ky njeri ka përfunduar te ky diçka xhennet dhe xhehenem. Nuk mendon më për xhennet apo për xhehenem. Mendon vetëm në dynja, mendon vetëm si të arrit tek epshi i tij. Kulminacioni dhe qëllimi finali i tij këtu në dynja është kënaqësia e egos së tij, përmbushja e dëshirave epshore. Po është haram apo është halal, të kaj janë të njëjta. Nuk qënë më pesh. Edhe, çka vjen pas kësaj? Pas kësaj etape vjen urdhri Allahu wa jaa amrullah. Hatta jaa amrullah, derisa të vi vdekja. Urdhri Allahut pra është vdekja.
dhe përfundon çdo gjë me këtë njeri. Përfundon jeta e tij. Përfundojnë epshet e tij, përfundojnë kënaqësitë e tij. Kanë marrë fund. Po ai më herët ka përfunduar lidhjen dhe raportet me Allahun subhanahu wa taala. Te ky njeri vetëm kam mbet si kujtim, edhe unë jam falë dikur. Edhe unë kam shku në xhami dikur. Edhe unë dikur nuk kam pi alkohol dhe nuk i kam bërë këto gjëra, por ja pra, tash po i bëj dhe i duken normale, edhe përfundon edhe kjo gjë dhe shkon tek Allahu subhanahu wa taala. E mirë për atë njeri i cili shkon i sprovuar në këtë formë tek Allahu subhanahu wa taala, i zhytur në haramat e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të falë mëkatet. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jalla, salatat selamet e dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, është detyrë e çdo besimtari që të largohet nga vendet e dyshimta, duke marrë parasysh që mos të binë në këto etapa të rrezikshme. Dhe mos të thot kur vetes se unë jam i sigurt dhe nuk devijoj. Askush nuk ka garancin këtë botë se nuk do të devijoj. Për atë arsye, duhet ta ruajmë veten tonë. Dhe cili do prej neve e sheh veten e vet në ndonjë etapë nga këto etapa të rrezikshmërisë së imanit të tij, duhet që menjëherë të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Se në ajetin më pas Allahu azza wa jall i thret besimtarët dhe i thot: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. A nuk është koha për ata të cilët kanë besuar tek Allahu që zemrat e tyre të zbuten dhe t'i nënshtrohen Allahut azza wa jall dhe fjalëve të Allahut subhanahu wa taala të vërteta? E mos të jenë këta besimtar sikur se ata të cilët ishin para tyre, që i zbiti libri Allahut azza wa jall, pra i thtar të librit, i zbitën këshillat e Allahut subhanahu wa taala dhe thënë, hajtë se ka kohë. Ka kohë, do të filloj unë me udhëzim, do të filloj unë me namaz, do të filloj unë, do të bëj. I kanë zgjatë këto gjëra derisa ju janë ashpërsuar zemrat e tyre. Nëse njeriu nuk i nënshtrohet me njëherë fjalës këshillës së Allahut, këshillës profetike, me kalimin e kohës, zemra e tij ashpërsohet dhe ngurcohet, edhe më nuk merr mësime prej Allahut azza wa jall. Nuk mund të kthehet më në namaz, nuk mund të kthehet në udhëzimin e Allahut azza wa jall. Nuk mund të t'i lë më haramet sepse harami zë vend në zemrën e tij. E kështu shumë prej tyre pra kanë dalur nga rruga, nga udhëzimi i Allahut azza wa jall. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë, elusim Allahun të na zbut zemrat, elusim Allahun të na ruaj prej fitneve, prej sprovave, të dukshme dhe të padukshme. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë dhe të tjerë, të udhëzojë familjet tanë, fëmijët tanë, të afërmit tanë. Elusim Allahun azza wa jall të shërojë të sëmurit e muslimanëve, të mëshirojë të vdekurit e tyre. Elusim Allahun azza wa jall të largojë brengat e besimtarëve, të lajë borxhet e tyre. Elusim Allahun azza wa jall të na i falë mëkatet. Elusim Allahun kur të ndajmë prej kësaj dhunjaje të ndajmë me fjalën la ilaha illallah, duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Elusim Allahun të ndihmojmë muslimanët në Gaza. Elusim Allahun azza wa jall të lërojë të burgosurit e tyre. Elusim Allahun azza wa jall na bekatoj neve dhe popullin tonë dhe mbar besimtarët në përbot. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lam ma tasna'un.